Ajo ka pranuar të na ndihmojë të ngrem volumin e frymës së gjimnazit Kasper këtë javë. Pikërisht, dhe unë për këtë jam këtu. Ty a hap rrugën me radhë nxënësve. Jazz, Dr. Spektra është një folse shumë e motivuar, sigurisht është edhe një terapiste për të rinj. Është personi i duhur për të shtuar entuziazmin tek njerëzit gjatë javës së shpirtrave. Dhe ky është ndihmësi im, Bertrandi. Jazz, do të kalojmë një javë të bukur. Prit sa të shohësh se çfarë kemi planifikuar për javën. Menjëherë pas fjalimit ton tregoj asaj Bertrand, ne do të fillojmë një zinxhir dominosh që thon shpirti Kasperit. Dominot tregojnë se si shpirti çdo personi ndikon tek tjetri. E bukur, a? Nëse me të bukur do të thuash e çuditshme, atëherë po. Dhe fishek zjarret e shpirtrave ndizen më vonë apo jo? Patjetër që do të ndizen. Nuk e fundit çfarë është java e shpirtrave pa fishek zjarret e shpirtrave. E di ti e pak si e çuditshme. Vëllai im mund të përfitoj nga biseda me ty, por ai është aq i zëmëruar tani sa nuk do të më dëgjonte. Tani ai do të më dëgjoj mua. Pra ti po thua se populariteti im është plotësisht i varur tek bukuria? Nuk po them se ke të drejtë, zemër, por nëse mendon se të duhet diçka, si për shembull shumë tualet, unë do të thosha jepi. Ti zemër vetëm veten ke. Deni, futu brenda. Nuk mund ta besoj që motra ime fyçk e bindi Lencerin që të më ndëshkonte mua. E të lutem, a ka mundësi që ta ndesi më shumë grojen këtu brenda? Wow, ti ankohesh shumë. E po, motra jote më tha se ti do të sillesh si fëmijë. Çfarë? Zemër, nuk është faji që ajo mendon se ti je dështak. Prit, Jazzy më quaj ti edhe dështak? Ej, këto janë punët e saj. Unë nuk po them se je dështak, Deni. Unë mendoj se ti je një goxha djalë. Atëherë pse ndihem kaq keq? E di se çfarë mendoj? Ti mund t'jesh katran me boj, por ky nuk është fundi. Atëherë dil aty jashtë dhe rregulloje veten tënde. Mrekulli. Përse po arqon kohën tënde me një fëmijë jo të mirë kur ke një gjë të rëndësishme të planifikuar për të mërkurën? Po, por e mërkura është ende disa ditë larg. Mirimi i adoleshentëve është nektari që më siguron një pamje fantastike. Ai djaloshi Fenton është si një trajtim ulligje i gjallë. Ndoshta duhet nxjerrë insektin. Ej, mik, a je mirë? Mirë jam. Nuk mund ta besoj që motra ime i tha asaj psikologes që unë jam dështak. A je i sigur se Jazzy e tha atë? Jazzy mua nuk më duket e tillë. Hey ju djema, si nuk ju duket Jazzy ju? Je ende i natosur? Wow!